Skuadra e futbollit Bureli nuk shkoi më shumë se një barazim pa gol, këtë të mërkur në ndeshjen e luajtur në stadiumin Liri Ballabani kundër ekipit të Lushnjës. Djemtë drejtuar nga tekniku Samuel Nikaj nuk arritën për asnjë moment të gjejnë rrjetën e portës lushnjare, ku përballë patën një skuadër agresive në kërkim të shënimit të golit. Kjo përballje nuk ishte vetëm mes dy ekipeve Bureli Lushnja, por edhe mes dy teknikëve shkodran, trajneri Samuel Nikaj e ish trajneri tjetër të Burelit, Ditmar Bicaj. Me gjithë nervin luftarak të dyja skuadrave, 90 minutat e lojës u mbyllën me porta të paprekura dhe ekipet të ndanë nga një pikë secili. Të dyja ekipet ruajnë të njëjtën renditje, ku Bureli mbetet në vendin e 6 me 12 pikë, ndërsa Lushnja në vendin e 9 me 9 pikë. Ndeshjet e tjera të kësaj jave patën surpriza, ku Kastrioti fitoi përballë Skënderbeut me rezultatin 3-2, Besa fitoi ndaj Kukësit me rezultatin 3-1, Korabi humbi në shtëpinë e Pogradecit me rezultatin 1-2 dhe luftëtari Laçi u ndan 0-0.